Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë sot detaje nga vizita e tij në Strasburg gjatë një deklarate për mediat në Selin Blu. Ai theksoi se ditët e qëndrimit në Strasburg janë shfrytëzuar për të denoncuar me forcën më të madhe përmes fakteve dhe dokumentave situatën që sipas tij është dramatike në Shqipëri, duke cilësuar vendin si një narkoshtet dhe në një diktaturë autoritare. Ai e cilësoi qeverinë aktuale si një regjim kriminal dhe bëri thirrje për daljen në rrugë, duke nënvizuar se protesta është e vetmja mënyrë për të kundërshtuar pushtetin aktual. Ju e patë që ishte 24 janari. Nuk ditë kur sa për Lubin, as të dera shpis. Po e dini që është Edi Rama. Aju që po është kryesorin dosje dhe po blokon drejtsin. Kështu që protesta dhe vetëm protesta është rruga e vetme, shpresa e vetme, që shqiptarët i japin narkodiktatorit atë që popujt guximtari u kanë dhanë, atë që i dhanë dikur diktaturës parë, po atë që i dha Bangladeshi. Autokratës, atë që i dha Nepali, autokratit, t'i japin Edi Ramës shqiptarë dhe sa me parë. Ajo është një sfid i poshtrim që u bërë shqiptarëve. Që unë ju vjedh, do t'ju vjedh, që për mua s'ka drejtësi, që gjykatën kushtetuese e marrë si një lezë zvarë e zvarisë. Berisha u shpreh se nëse nuk do të ishte Rama i përfshirë në dosjen Balluku, ai do të ishte i gatshëm ta lëshonte zëvendës kryeministren. Më tej, Berisha tha se ka informuar për qindra e qindra leje, hotele, resorte turistike, kulla, korrupsioni dhe droga, të dhëna pas zgjedhjeve të 11 majit nga Edi Rama, si shpërblim për pjesëmarrjen e gjerë të tyre në zgjedhje.